Unë kam të ftuar në studio ekspertin e ekonomisë Sergis Sefa, të cilin e falenderoj shumë që është në studio me mua për të folur për një tematik që duket sikurse sa herë që e trajtojmë, ka të reja për të thënë. Fatkeqësisht po. Fatkeqësisht po, beson se do kemi një pauzë të rritjes së çmimeve? Fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht jo. Shiko, të bëjmë një krahasim që ta kuptojnë dhe qytetarët shumë mirë. Vjet u bë një indeksim, për shembull i pensionit, me çmimet e tregut, ishte 4%. Nëse do të shikojmë statistikat e Instatit, në fund të vitit. Vetëm në këtë 3 mujor do po i referohemi Instatit, pra po marr një burim zyrtar që është i mirë pranuar nga gjithë. Inflacioni në përgjithësi është rreth 2.1%. Ama nëse shikojmë produktet caktuara të shportës, specin, fasulën, pra produktet ushqimore që ne i përdorim për ditë, është 4.4%. Që do të thotë, praktikisht ai indeksimi i fund vitit, i cili duhet i bënte pensionistët dhe qytetarët që kishin mundësi ta balancoheshin me çmimet e tregut, u zhduk vetëm nga kjo rritje e këtyre 3 muajve të fundit. Dhe po flasim për një rritje që ka ndodhur nga fillim janari deri në fund marsi, ose mes prilli në këtë vit, pra nuk po flasim nga vjet në si vjet. Dhe ky është një tregues as pak i bukur, sepse mjaftuan 3 muaj që atë indeksimin, rritjen e vogël që u bë, praktikisht ta zëronte, ta kthente, ta shuante, pra të mos ta ulte fuqinë blerëse që kanë pensionistët. Ndërkohë, Shqipëria po prodhon gjithnjë e më pak. A është importi një nga shkaqet për rritjen e këtyre çmimeve? Absolutisht po. Jo vetëm kjo, po të shikojmë muajt e fundit, kemi pasur edhe një lëvizje klimatike në Shqipëri që është deri diku, po themi e dyshim, por që kjo ndikon tek mbjellat, pra krijon një farë dëmi ose vonese tek mbjellat, gjë e cila vonon hyrjen në treg prodhimit vendas. Megjithatë, edhe sikur të mos kishim këtë fakt, ne importojmë shumicën e mallrave të shportës bazë, shumicën e ushqimeve që ta dinë qytetarët, ne importojmë, nuk e kemi prodhim vendas. Nuk e kemi vendas. Çudia këtu është që duke qenë se ne importojmë dhe kemi një zhvlerësim të euros në vitet e fundit, teorikisht, në teorinë ekonomike të pastër në një treg tjerë duhet kishin rënë çmimet, sepse importuesi e blen më lirë tashmë jashtë, sepse leku është forcuar, dhe duhet ta shesin normalisht më lirë. Kjo është shenjë i qartë ose është një tregues shumë i mirë i asaj që quhet oligopol. Pra, kemi grumbullim në pak duar të shumicës, të atyre që importojnë me shumicë, dhe normalisht pastaj këto janë ato që në farë mënyrë ndikojnë dhe caktojnë çmimin e tregut.